Cara nga Panorama Sport. Berat keni munguar në ndeshjet e National Ligës dhe tani vini me eliminatorët e botorit. Çfarë atmosfere gjeni në ekipin? Yes. English. You just came from qualifiers, from European qualifiers. What atmosphere do you think that is going to be here playing against England? Besoj që një atmosferë shumë të mirë, një frym mund të them edhe të re, sepse ka edhe disa lojtarë që janë talente, janë të rinj dhe besoj që e përmirësojnë edhe ekipin. Dhe që kam pa në këto servite që çdo njeri jep gjithçka në fushë për me arrit një qëllim që nuk ka ndodhur kurrë dhe besoj është gjë e rëndësishme. I believe that the new talents that have come through, they're going to help our team. I believe that with the new talents that's come through, we're going to try our best and that we're going to be doing our best for this match. Tha që jeni për një qëllim që se kemi arritur kurrë. Besoni se ky qëllim mund të arrihet? There's an aim that you have never achieved. Do you think you're going to achieve this aim today? I mean, tomorrow, sorry? Not tomorrow, just for this qualifier. Let's qualify. Shiko, unë të them drejtën, ëndra të thonë që nuk janë të mundura, po disa ëndra besoj që edhe realizohen, edhe pse jo. Edhe nuk besoj më herët kanë menuar që Shqipëria do kualifikohet 2 herë për Evropian. Kështu që unë nuk jam nga ai tipi që më shefet mbas një, të them, na jemi më kombëtare më vogël se Anglia, siç e dinë të gjithë, po unë besoj që kam një qëllim, siç e ka edhe gjithë ekipi dhe pse jo ti provosh kur i ke mundësitë ta provosh edhe të japësh gjithçka në fund, shikohet rezultati sigurisht, po pse jo të japësh gjithçka në fushë dhe pastaj nëse arrin është edhe një sukses shumë edhe akoma më i mirë. I believe that dreams are not impossible. I believe that I'm not a player that hides behind anyone. I believe that I lead by example, and I do believe that these dreams will become true. Ursi? Gjimshiti duke parë forcën e kundërshtarit nesër, sa e vlerësoni këtë ndeshje dhe si mund paraqiteni një skuadra? A jeni përgatitur pra për ta përballuar duke ditur që kundërshtari është një emër shumë i madh, jo vetëm i Europës, por edhe botëror? Seeing that the opponent tomorrow is quite a big team, how much do you think you're prepared, your team is prepared to deal with such a big team like England? Po forca atyre dihet, besoj, nuk do të flasim tash për lojtar individualisht, siç skuadra janë ato lojtar që i shikojmë çdo vikend në ndeshje në televizion, kështu që nuk duhet të flasim fare për futbollistët, po besoj që ne jemi përgatitur mirë, besoj që trajneri na ka dhënë edhe ato që ne e dim ta bëjmë në fushë dhe do jepemi të përgatitur të japim gjithçka në fushë. Dhe besoj që është më rëndësishme që ekipi të bëjë atë që e din të bëjë në fushë, dhe siç e thash më herët, siç trajneri na ka dhënë rrugë në këto, sigurisht që kam qenë pak ditë për me përgatitur, po besoj që jemi përgatitur për atë kohë që kemi pas shumë mirë dhe do shohim nesër. Our coach has given us all the instructions. We followed all the instructions. We have prepared ourselves. We haven't had enough time to prepare for everything, but I believe that with whatever time we had, the short space of time that we had, I believe that we prepared enough to meet this challenge. Ilir. Duke ditur pozicionin që mani në fushë, i bie që të keni barën kryesore për të mbajtur Harry Kane. Knowing that you are the key position, you've got the key position in midfield, do you believe that you can deal with that position? Do you believe that you can deal with that position in the way you want?
Shiko, si që thash edhe më herët, individualisht nuk besoj që duhet të flasim shumë. Unë besoj që ekipi ka një punë të vështirë, jo vetëm gjimshiti apo kush do luajë nesër. Dhe besoj që si ekip duhet të ndalim sa më shumë sulmin e Anglisë, siç është sulm botëror që e dim edhe ne. Po besoj nuk do jenë duele individuale, po do jetë duele skuadrash dhe besoj si skuadrash si nëse përballohemi sa më mirë, besoj që do e kenë shumë vështirë. These are not going to be individual battles. This is going to be a team battle. It's going to be a teamwork. And I believe our team is prepared to deal with this, believing that and knowing that England is it's a big team. I believe that we can deal with the task in hand. Yes, Tom? Hi, Berat. With your Atalanta team, you played Jude Bellingham's Real Madrid at the start of the season in the Super Cup. You lost the game 2-0, but it looks like quite a close match. What do you remember of coming up against Jude, and how much would you love to get some revenge, perhaps, in this game? Shqip. Pritse. Po, jo anglisht. Okay. Duke marrë parasysh që ke luajtur për Atalantën, duke marrë parasysh që ke luajtur kundër Jude Bellinghamit. Sa mendon ti që mund të dalësh, domethënë përballë ose mund të përballë Jude Bellinghamit në këtë ndeshje? Shiko, atë si që për më pyet për Bellingham, besoj që atë që kam pa është një lojtar fantastik, besoj që shumë rrallë ka talente siç mund të jetë ai, apo siç janë edhe të tjerë, po që po flasim për ato, besoj që është një talent që mund edhe të bëhet, besoj nga më të mirët në botë. Është edhe tani ndër më të mira, po besoj edhe mund të arrijë kulmin që të jetë më i mirë futbollist në botë. Për ato që kam pa unë në ato dy ndeshje dhe që kam pa në këto vit. For what I've seen, Jude Bellingham is at peak of his time. What I've seen, Jude Bellingham is one of the top players in the world, and Jude Bellingham can reach his peak as a player in the world arena. And I've seen him in the last two games, and I've respect for him, and I believe he's a great player. And a lot of people would expect England to win this game because they're the favourites. They're obviously made the Euros final, and it's at Wembley. But yourself, you're a European champion, having won the Europa League last season. I mean, how much should people not underestimate the qualities of Albania going into this game? Duke marrë parasysh domethënë që Anglia është favorite për ta fituar këtë. Duke marrë parasysh që Anglia është favorite për ta fituar këtë, dhe duke ditur që Shqipëria domethënë presupozohet që mos ta fitojë këtë. Por ti duke marrë parasysh që ti ke qenë ke luajtur tek Atalanta, sa mendon ti që Shqipëria do t'i përballet kësaj sfide? Unë besoj që Anglia jo vetëm kundër ne, po besoj kundër shumë shtete tjera është favorizuar, siç edhe në torneje, siç është botërorja apo evropiani, është gjithmonë i favorizuar për ta fituar, kështu që nuk duhet të flasim për atë gjë, po unë nuk besoj që Anglia do të na nënvlerësojë, sepse edhe ata dinë që besoj e kanë respektin dhe e dinë që ne kemi bërë disa gjëra të mira si kombëtare dhe nuk e besoj fare si që janë profesionalistë dhe ata si që jemi edhe ne që në futbollin e sodit nuk dihet kurrë, kështu që besoj nuk ka nënvlerësim, ka ana e tyre. In today's football, I believe, in today's football, there's no underdogs. In today's football, I believe that England is not going to underestimate us as well because of the achievement that we had during the European. And so I believe that England is not going to underestimate us in this game. Okay, yes. Berat, after your performances at the Euros against strong teams, what can you bring from that to a match like this? Pas performancave tua në Europianin që kaluat, që pat një performancë shumë të fortë, çfarë mund sjellësh ti tek kjo ndeshje, tek kjo skuadër në këtë rast? Unë besoj që sigurisht në kemi përballë keq, besoj që kemi bë
një evropian të mirë, edhe pse nuk e kemi arritë të shkojmë përpara, po kemi pas, siç e the, kundërshtar shumë të fortë në nivelin botror, siç është edhe Anglia nesër. Dhe ajo gjë që është e më rëndësishme që duhet të mësojmë është besoj përqendrimi 100% në gjithë lojën, sepse si të shikojmë gjithë ndeshjet, për pak minuta kemi marrë besoj si të flas për lojët e dy të para sikur Italia dhe Kroacia që kemi marrë gola brenda 5 minuta, 2 gola rresht, dhe besoj është gjëja më rëndësishme përqendrimi që të jesh për 90 minuta, sidomos kundërshtar me këtë nivel, sepse mund të bëjnë dëm shumë shpejt. Qofse ki një përqendrim jo në atë moment, besoj që mund të bëjnë dëm dhe shkon shumë shpejt në këto nivele. We have to pay attention and we have to be vigilant from start to finish. As this European told us that we conceded goals in a very short space of time, and because of that, I believe that we have to concentrate and be vigilant from start to finish for the whole 90 minutes. Okay. And I was going to say, just generally, how do you see this group? What do you think of your chances? Si mendon që renditjen e ju në këtë grup? Si mendon që ke shanset në këtë grup? Unë besoj që është herët të flasësh për shanset, po besoj me kalimin e kohës, me kalimin e rrugës këtij rrugtimit të kombëtarës, besoj që ndoshta mbas 4 ndeshjes mund të edhe ta caktosh edhe më mirë, po ne besojmë që, siç e thash edhe më herët në pyetje, na nuk du him fushë për të lënë besoj që nuk do kualifikohemi ose nuk do arrim në qëllim, dhe besoj ajo që është për ne shumë e rëndësishme të japim gjithçka në fushë, dhe pastaj me kalimin e kohës edhe rritesh si grup, edhe si ekip, dhe besoj që mund të jetë një gjë e rëndësishme brenda këtij grupi, dhe besoj mbas 3-4 ndeshje do shihet qëllimi jon për me arrit. It's too early to predict. It's too early to reach a conclusion. We'll have to see after 3-4 games that where we would be. We obviously are going to try our best. Obviously, we're going to do our best in this competition, but it's just too early to predict. Okej, kjo ishte edhe pyetja e fundit për Berat Xhimshitin, cilën do ta lëmë të lirë tani të bashkohet me ekipin. Faleminderit Berat. Faleminderit. Ne do të vijmë me trajnimin. So